Tasha për të paskar, tha po, tha kom e lonë edhe një 10 det. Apo të përzën Gjermoni, tha jo, tha se kom gjithë, tha punë, tha me vnu plaka në këtën palatet e Ferizajt, 70 euro ditën. O gazetar, o televizion 05, 70 euro mi marë në ditë, një punëtor, me thonë drejten, valha pare ma, këpi bjen për mi 2.000 euro në mujtë. Përshëndetje. Përshëndetje edhe tyvesh, nga që po thëmë, po më befason, falenderë që po donë me intervistu se vallaj një shok i yti më ka thonë, gazetar. Po, adin qka, a? Kolegi imi, po. Pa kritiki gazetarët, moderator, këtë jo një profesion, një veprimtari, tha kur s'ka me intervistue, Pse? tha televizioni, tha gjërë pes, thash, nuk i kom nënu, thash, një 20 herë, thash, tha, ma shumë ka intervistue. A ma shumë të këra bërgjepi, një 100 herë më ka intervistue. Se ajo është gazetar, me dekada punon ai si gazetar, në shumë televizor ka punu. Ma shkon. Edhe të fakti s'ko me t'intervistu 05 që më korra. Kolegi jemi. Thash, jo be, thash, është e mund. Tha po, tha se shefi tina, tha i ka thonë. Thash, pa jo shefi, dhe e ka, tha një shef në televizion 05. Thash, po së me rënsi, thash, në folin tjerë televizorë. Qëra që pa thamë. A petë për të përseriti, mështë ta s'momin baza partijake, se ju, mediat, gazetarët, ini, që me thonë, pasqyrë za e kombit, e shtetit, e botës. Do me thonë, ju i paracit në i tregani gjanat ndodhit, gjanat e mira, po dhe gjanat negative e qashto. Hajde falë tash. Me këto pikallëzojmë ati kolegu tunë që emisioni 05 është i hapur për gjithë. Po të lutem. Si për ty, si për atjetërin, si për këndo që ndollet, ne jemi të hapur. Unë jam sa në shesh për pyetjen. Sa po respektuan mosha e shtyjel nga rinia? Në këtë rast edhe ti, sa po merr respekt pej trive? Qërë, une... Familjar që... Po, tash respekti, une rinin e Kosovës nuk e kritikoj se rini ma adetare, ma rini e posët, se rini e Kosovës nuk ka. Nëse tash, veç une javboj një vrejtje edhe një mesazh, rinia e Kosovës me u shmangë pej drogës, dhe të punojnë, punë ka, privatnik po thojnë 50 euro ditën, s'mu mujna me gjithë punëtor. Një PM, gjallit, ka punu në një vetë e gjysas, disa në Gjermani, edhe vike shpesh. Thash po thash ti pa harxhan, tha po vitha të baba, të nona, thash e të gjyshi, tha jo tha gjyshin se du. Hajgare pa i kem. Tha shpesh po vjen. Tha Gjermani, tha e dënë, tha punëtorin e mirë. Hajde, kur erë një herë? Tha shapet paskar, tha po, tha kom e lonë edhe një 10 det. Apo të përzën Gjermani, tha jo, tha se kom gjithë, tha punë, tha me vnu plaka në këtën palatet e Ferizajt, 70 euro ditën. O gazetar, o televizion 05, 70 euro mi marë në ditë, një punëtor, edhe buken javqan me furgon, me kambi, dikush i thot kambi. Kafët javë krynë. 70 euro në ditë mi marë, me thonë drejten, valha pare ma, këpi bjen për mi 2.000 euro në mujtë. Unë ka në Kosovë, apo në të gjanë ma, mjek nuk pëlqojnë Kosovën. Unë një qika kam Gjermani, dhondri, babë gjështë tha, qmendën tha, Gjerman tha për mjek të Kosovës. Thash, jo veç mjek, thash, po ku kanë shku, thash, punëtorët, shqiptarë, thash, ne i keni zdi shtyrën. A përshe tha, tash, tha, unë jam me PDK, tha veç, Albini, tha, javë ka rritë rogat mjekve, kushtet janë të mira, qërë që për të marë, kështu për përfundojna. Kosova kur ma mirë së konë, kur ma mirë së konë, veç në një mas pari, sigurin që ka Kosova, vend e parë në Evropë ka Kosova, me siguri, vend e tretë në botë, tash temen ma bo në pyetjen për respekt. Është respekti, po na respektojnë rinia, veç për para konë maj madhë respekti. Unë, kër jem konë në shkollë, s'kom lonë kosaq, as lavërtar, as prashaq, pa përshëndet, rrugës, kër këna shku në shkollë, ka punëshin ara. Po dhe çdo njeri rrugës e kena përshëndet.
E tash pak ma rallë. Vesh ja, mirë janë rinia Kosovë, është të respekti. Respekti është një tregim, një pasqyrës e çdo individi. Falenderoj shumë, kënaqësi. Falënderoj dhe juve. He, s'm kanë dalë fjalët aty shokut tanë. Falenderoj shumë, respekt.